E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku. Pyetja që më së shumti më bëhet është Tiron, çfarë po mendon për lidhjen mes Mateos edhe Brikenës? A do ta ndihmon Brikena Mateon? Si qëndron marrëdhënia e tyre? Është vajzë shumë e ftohtë? Është vajzë shumë e egër? A mendon që do të ketë një lloj afërsie mes Mateos edhe Brikenës? Me thënë të drejtën, Brikenën e shoh shumë të qetë, shumë pozitive dhe me energji shumë të mirë që mbron. Ndërsa Mateon e shoh shumë grop, e shoh shumë të thyer, e shoh shumë të mërzitur dhe banori i vetëm që i qëndron pranë në këto ditë edhe më të vështira, përpos kaluar asaj që doli një përdjekës, doli një dhunues, doli një djalë i cili dëshironte një femër ta kapën me zor etj, ai përsëri domethënë kalon edhe ditë më të rënda duke qëndruar i vetëm. Unë mendoj që Mateo nuk e meriton këto lloj qëndrimesh që bën Brikena, por mendoj që Mateo duhet një herë pikë pari të bëhet burr për vete. Dhe duhet të ulet, duhet të thotë përtej lojës, përtej ndjesive, përtej emocioneve, unë dua të dëgjoj nga ty. Më do? Po, nëse më do, më lër që unë të puth, më lër që unë të jem me ty. Atëherë, derisa ti mua nuk më lejon që unë të puth, unë të kaloj përtej disa gjërave që ne thjesht po prekemi dhe po ledatohemi si ato kalamajt për të kaluar ditët tu brënda, atëherë unë në kuptoj që ti nuk ke ndjenja për mua, ti nuk më do dhe të gjithën këtë e ke thjesht një ilustrim kundërdrejt banorëve të tjerë dhe kundërdrejt atij publiku që ne na ndjek. Dhe ti këtë marrëdhënie e përdor për interesat e tua. Do të thënë kjo është ajo që unë e shoh tek Mateo dhe tek Brikena. Mateo i tha Shëndritit mbrëm që unë kam vendosur një qëndrim, se Shëndriti i tha pse tha ti tha nuk vendos të mbash një qëndrim. Unë tha kam vendosur tha një qëndrim dhe do ta mbaj këtë qëndrimin. Nuk e shoh Brikenën të gatshme, me fol sinqerisht për ta ndihmuar Mateon në këtë pikë të lojës, domethënë nuk e shoh të gatshme. E shoh që do kënaqet, do vallëzon, do jetë pozitive, ashtu siç Selini ishte kundërdrejt Gimbos para se Gimbo të del. Brikenës nuk është se edhe intereson shumë që Mateo është në televotim, domethënë situatat që kanë ndodhur brenda shtëpisë siç duket e kanë ftohur Brikenën nga Mateo, sepse edhe mbrëm e pas që doli gënjeshtare, domethënë ndryshe ka folur në dhomën e rrëfimit. Ajo në dhomën e rrëfimit kishte thënë që ai nuk ka më me mua, stop, etj, me lot në sy, ndërsa jashtë shtëpisë së Big Brotherit në momentin që doli dhe mori karigen të flet me Mateon tek veranda, i shkreti që ishte edhe i smur e po vuante e priste Brikenën, Brikena tha që nuk ka problem, mos më kërko falje, nuk është asnjë lloj problemi, janë gjëra që ndodhin, domethënë e ndryshoi krejtësisht situatën, e ndryshoi krejtësisht raportin në interesin e saj, në favor të këtij interesi. Dhe unë nuk e mendoj që Brikena do t'i ndihmon Mateos në këtë televotim. Një puthje e fortë do ta shpëtonte këtë televotimin, por dhe këtë nuk do ta jep Brikena sepse do ta quan një lloj puthje e dhënë në interes të lojës, një puthje e dhënë në kuadër të situatave të krijuara brenda shtëpisë dhe Brikena e ka thënë gjithmonë që unë puthjen Mateos nuk ja jap brenda në shtëpinë e Big Brotherit për interesin e lojës. E shoh shumë të qetë, e shoh shumë provokative në aspektin e Rogertit edhe Mirit është duke qëndruar në destinacionet ku janë ato, që nuk kupton don t'ju bie në sy, dhe kjo tregon domethënë lojën që Brikena ka kundërdrejt vetes së saj dhe Mateos. Ndërsa Shëndriti është i vetmi banor që po i qëndron Mateos afër dhe po mundohet domethënë që ta qetësoj të paktën shpirtërisht. Tani do thuash Tiron e mbron Mateon, jo, e mbroj të drejtën sepse më vjen keq për atë djalë, nga që të gjithë Big Brotherin e tij ja kushtoi kësaj vajze, të gjithë energjinë e tij ja kushtoi kësaj vajze dhe më në fund domethënë kjo vajzë nuk i jep asnjë lloj përqafimi.